Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma falenderojmë salavatët, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të gjithë muslimanëve në kanë bërë deri vitin e fikimit. Po i kthehemi dersave edhe ligjëratave që kemi pas para Ramazanit të mëdhenj. Goti kemi kaluar gjysmën e Kuranit duke shpjeguar për emrat e surave të Kuranit. Para se me hitë surja, ato kur pjahni të altinin, dëvdekore, përse që kemi marrë pjesë në vërvarine, thot të pysin tyje, ati i thëmë dëvdekë, pa i ty beni, po i thëmë e të altinin është për gjatë. Thot të pysin kush është zotë jetë, kush është pejgamberi jetë, cëllë është libër jetë. Mirë, cëllë është libër jetë, më me cëllën i mësimet, me cëllën punan, me cëllën e logaritma, që për Kurani. Mirë. Tash dikush të tishë është kanë gjami. Edhe për nga lojgjën e po fare, shakon Kuran. Shka s'kot. Shakon, shka mësa. S'muj me thonë dy fjallë atime. Pse? Sepse pak një nuk ka. E kjo është mesazhi i Zotit. On mesazhi që me ka orë për Allah të rëcu. Për pora musliman të parë në kush për madhëvët. Kanë e mërmallë me fuj me Zotin e qenime. Rak. Edhe nismi në zu fjallë, të kërë si kur janë tja drejtuat. Allah i rëtëson, që është e ka të britë për Ramën e ka hoqë si stili që të cëllë që e lezan, po e për mu të kam qëtë, mu më paska hoqështë, që është e një. E kështu që na do të me mësut ma shumë për Koranin, që me doshë Koranin, se Allah në këtë mesajë ka që për njerëzimin. E për e formove që me mësut Koranin, ose shka ka ta, është me ditë më pari sa sure. Ato sure të janë sikur se kapitut e libra. E sure janë 114 ose 70. Ndërsa ajete janë mbi 6.000, dikush numëroi numëroi, dikush i ka numëruar 2 ajete në javë dietarëve, dikush një ajet gati ka bërë, por kryesorja mbi 6.000 ajete. Tani si të sura e ka emrin e vet. Përveç që është Kurani, do të ky libër ka emrin Kurani, ka Musaf. E ka edhe kitab Allah ka thujt. Mirë po, pastaj mëra secila sura e ka emrin e vet. Pse e ka lënë gjithë? Pse i ka lënë gjithë? I kena shpjeguar disa prej surave, ndërsa sot e kemi surën Sejdë. Surja e Sejdës. Surja e Sejdës është interesant, i ka 3 faqe. Edhe këtë surë, para se me fletë në gjonë, pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka lexuar një. E ka lexuar mos anë ka fletë. Mirë për ka bëjë gjumë blatë. Sot sa njëri thotë, valla dhe promësën me nëndonë për me fletë jeqë. E sa që ishin kodër që atje, e tani hajtë birë të mjekë më mbra, e tani kënejme atë në pse, po asë ka bo bismillah më karo, asë i ka shku nërmen me honaj kërë Allah ose ajetë kursi, se surën Sejdë dhe kohë Sejdë. E tani po të flenë që shtu shqitoni kanë bandarë, së më të qëtërë. Shtu në ka thonë për abela, që me flejtë me ronë gjonë, pa e përmendë Allahun, shqitoni vjenë bandarë së më shtratit. Edhe me i ranën sabohi, edhe në rënën sabohin qashë sa që vëllohi nga vjenë si kur se mi quni mikile për me hik jargomen ose qeve në që më fërë sabohin farë gjumi mirë, farë gjumi rahatëshëm, kurs, nësë njëherë nuk e përjetën gjumi si kur se në partë sabohin se shkëtoni në tamë që është shkëre kishë. Dërsa Allah do prishë gjumi, shkëtoni në se prishë gjumi. E kërësorja, para se me rëmë gjumë për jamberi alayhi salatu wasallam e ka lezu këtë surë, që me vojë gjumin e qetë. Edhe njeri kur s'flen mirë, sot përdojnë, ka psikologët, shumica e problemeve, ankrat, e stresën që të, shumica për ty një shkaktën pa gjumësia. Ose gjumi parrejt, ose gjumi jo i ratëshë. Flen i lëdhë që është me i lëdhë, flen me gojle që është më me gojle. Që më pas posë luftë. Pse? Sepse nuk e kemi bo një hizmet të vukër, gjumit për pora, e që kjo është të mbejtë po, vetëm se na ndërlidh me surën Sejdë, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka lexuar surën Sejdë 3 faqe. Pastaj i ka gjuar durt, kul huwallahi, kul huwa rabbil falaq, kul huwa rabbin nas, ka 3 herë ka thënë, i ka thënë duhet. Edhe ka thotë, sa ka më. Edhe ajetul kursi ne i ka thënë do tjetër. Mi po çan që hata ajetul kursi. Edhe ka thënë 3 herë kul huwallahi, kul huwa rabbil falaq, edhe nosi. Edhe i thënë duhet. E për këtë trupin me leje me Allah të lartësuar ati trupi s'ka më mujtë shejtonin ju afroqë. I rrinë më kitë e kryqën, mirë po ebë me prejke zë stuja. S'ka. Edhe e banë gjumë në ratë që në qëve të ratë. E për jambire alayhi salatu wasalam për ata që ju vjenë sabohi
me prish gjumin sabah Iran, edhe me gjumin fort sabah në Iran, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam shejtani çfarë është? Shejtani flan bira të humës njët. Unë gjithë në që ta shkë e zonë që shtu Allah e ka folë, a i përpirohet o në të mort njëri të mërë nëjtës. Që shtu e ka folë Allah. E kështu që pa i konë që të dhekre, Allah e flenë këtë bira të humës, a flenë në përftyrë, a flenë dur. Për ata, pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka thonë shurë vetë dhe neve, kur quhi prej gjumit, mos i shtini dur në prejnë. As mos i shtini dur në prujë, se për porë ku kanë morë, dhe se kanë porë të kufën e modhe, dhe tani kanë morë ujë me durë dhe kanë morë abdes. Pa mos i shtini durë në ujë, kur quhi prej gjumit, se ku me ditë kush ka vënë në dorë tonë. Për shejtani, ku i që ka vënë. Kështu që lojë një herë jashtë, tani për tani. Edhe sot quhet prej gjumit trak, drejtën kuzhinë, kap me hanë që. Pa di çka po dorë tonë. Se di po që pejgamberi alayhi salatu wasallam ku me ditë që ka lujë shejtani. Edhe pastaj hanë çështë vallahu, Muhammed sot sabah gjithë diçka të lësh. Ka trozu këtë do bashkë, këtë bashkë do të shih dosh me latur pas me prek, me hanë për ulë ose çka do të jetë. Këto janë mësime të rëndësishme të ndërruar dozën, që lidhen me gjumin, por nuk është tema jo gjumi, sepse bollin ato flet, gjumë kena met, e gjumosha këtë më ina më, do të gjum. Edhe me punuar me xhamu nuk flet. Kemi të suja sejdë. Pse e ka marrë me sejdë? Pse surja sejdë e ka emrin e sejdës? Çka ka me sejdë kjo? Mas pori, Allahu i Rasul e ka bërë sejdën pjesën më të lartë ku mundet më ngrit muslimani. Subhanallah, e bjen tuk. Sejdja për nontit, ose për ujë për është e njotë, s'ka më kushkan më porë se me qitë krypë tuk. A mo qatë herë është mas nonti. Qatë herë është mas nonti të Allah i Rasul. E sejdën e ka bërë, edhe pse namazin komplet e ka bërë madhrim, edhe i ka dhe shumë të madhë të bashkë, mi po sejdën e ka bërë shumë. Kulli. Edhe nuk bjen dikush në sejdë, nuk qëtë krypë dikush në tukë për Allah, nëse Allah ka me qynarë. E këtë sejdë, Allah e ka në ose disa lloje të sejdës. Një prej sejdëve është sejdja e namazit. Allahu Akbar, shkëllë, pastaj Allahu Akbar, për sejdë, s'ka namaz pas sejdë. A unë me folë gjumon pas sejdë, unë me folë e që su bjenë sejdë, që folë e kamik, e në kam. A më natë du të me folë me sejdë. Kjo është një lloj sejdës. Lloj tjetër i sejdës është sejdja e falënderimit. Kur vjen dikujt i lajë mirë, shumë zot. Çka bën? Është sunet, edhe preferohet çaj në sejdë. Falenderojmë për Allahun e Rasul që më çoi këtë lajm tij dhe mësoi kështu, edhe me radhë drejtën sejdë. Kjo është një lloj tjetër i sejdës. Lloj tjetër i sejdës është sejdja e leximit. Sejdja e leximit domon janë disa ajete në Kur'an që kur të kalojmë atë parë, kur i lexojmë ato ose kur i bëjmë të bëjmë sejdë. E thënë sejdja e leximit. E këtu në këtë surë ka qenë sejdja e leximit. Këtë surën sejdë në ka orë sejdë e leximit, që kur të lexojmë, ka gjyqja e surës, është ajeti i sejdës, e lëmë Kur'anin, edhe e bëjmë sejdën, një herë Allahu Akbar thënë, pastaj shkojmë sejdë subhanallahu Allahu Akbar, çumë çka shkoj. Kryesorja i thënë sejdë e leximit, e cila ndërlidhet me urdhrin e Allahut për të bërë sejdë. Pastaj është edhe një formë e sejdës, të cilën Allahu na i ka ndaluar neve në këtë shariatin tonë, ka qenë lejuar më herët. Të është e sejdë, ka thonë sejdja e nderimit dhe respektit. Jusufi alayhi salam, po flasim për shariatin e Jusufit dhe Jakubit alayhi salam, do më bëbë pjeka, dy pejga. Jusufi alayhi salam djali i ri, i thot babës dhe to babë, ku pandër, që 12 yje, 11 yje në fakt, 11 yje, edhe hama me dilin kanë bo sejdë. E si me përpara, unë kërë ujë më në sofa, që vjen sofën sa më përpara, sepse kështu është edhe rëndi, vjen më herët, vjen sofën më përpara. Thot Jusufi alayhi salam, ku pa ndër që 11 yje hama dhe dilin kanë bo sejdë, se ka zëmë zëmë, se ju hinë hasreti. Ju hinë hasreti, ju hinë noti dhe të amon e përshirë. Kërë sura ndodhe e që ndodhë, kur takohen mas disa vjetë e Jakubi alayhi salam me djalin e vet, baba, nana dhe 11 vllazni i bin sejdë. Jusufit alayhi salam. Edhe Jusufi alayhi salam thotë, po, që këtë kuka komentimi anë për sa herë fëmijë kur janë konë që të kallëzë. Thotë, po, që jashtë. E kjo sejdë, dhe konë sejdë dhe respektit, disa dhe që konë veç si në ruku, më përullu, ka kjo me rokret,
Po kryesore këto